Kryeministri Albin Kurti ka insistuar se është i gatshëm të dëshmojë para prokurorëve, por vetëm nëse ata I shkojnë në zyrë. Madje për këtë nuk ja theu mendjen as urdhri I gjykatës themelore. Ndonse sipas këtij urdhri, ai do duhej të paraqitej mëngjesën e 4 marsit në prokurorinë speciale. Kurti zgjodhi që të shkojë në vendosjen e gurthemelit të një qerdhje në Gjilan. Për situatën e krijuar, kryeministri aktual po e fajson prokurorinë duke thënë se është më interesuar të krijojë lajme sesa ta çojë këtë çështje përpara. Nëse prokuroria e ka pas shumë të rëndësishme dëshminë time, ajo do të vinte tek ne. Një prokuror që e ka synim kryesor dëshminë e dëshmitarit, ai nuk humb kohë. Shtrohet pyetja pse I humb prokuroria 3 muaj. Për bindjen time të fuqishme, për shkak se është më shumë e interesuar të mbush ballinat e ndaj portalit të oligarkut se sa të sjell drejtësi. Veç kësaj, Kurti akuzoi këtë institucion edhe për qasje ndaj qeverisë. Sipas tij se prokuroria po e keqpërdor lirinë dhe po e lufton qeverinë, e jo krimin e korrupsionin. Pra, çka prioritizon prokuroria flet për prokurorinë e jo për krimin e korrupsionit, sepse ai është dashur të luftohet për tyre. Ju e dini që zgjedhjet në Kosovë nuk mohon për kryeprokuror. Ndërkohë, prokuroria speciale ka njoftuar se pas mos paraqitjes së kryeministrit Kurti për dëshmi, do të veprojë sipas ligjit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, pas interesimit të shumë gazetarëve, informon se dëshmitari A.K. nuk është paraqitur në prokurorinë speciale për të dhënë dëshminë e tij, edhe përkundër faktit se njëti ka qenë I obliguar me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë që të paraqitet në cilësi të dëshmitarit për të dhënë dëshminë e tij me datë 04/03/2025 në ora 10 në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës edhe në këtë rast penal, sikurse në të gjitha rastet tjera, do të veprojë duke respektuar legjislacionin në fuqi. Kryeministri Kurti është ftuar për intervistim në cilësinë e dëshmitarit nga Prokuroria Speciale e Kosovës mbi çështjen e rezervave shtetërore. Kurti ka refuzuar të tretën herë paraqitjen në prokurori, duke e shpërfillur kështu edhe urdhrin e gjykatës. Ai kishte ftuar prokurorët në zyrën e tij, me arsyetimin që edhe paraardhësit e tij janë intervistuar në këtë formë. Në thirrjen e dhjetorit për paraqitjen e Kurtit në prokurori, thuhej se nëse refuzohet dhënia e dëshmisë pa arsyetim ligjor, ai mund të dënohet me gjobë, e nëse refuzohet shkuarja edhe pas gjobës, mund të paraburgoset.